kam parë në anën e zënjës Osmani në këtë rast, apo jo? Po tani gjithmonë normat kushtetuese janë subjekti i interpretimeve, sepse për nga natyra atyre janë të tilla, janë të karakterit abstrakt. Mirë, por në rastin konkret janë disa fakte të cilat edhe nuk mund të interpretohen, sepse fakti si i tillë flet mjaftueshëm, s'ka nevojë për interpretim, s'ka nevojë për diskutimsi, sepse situata reale është e qartë. Presidenti Osmani nxori dekret plotësisht kushtetues për këtë arsye. Së pari është fakti pa kontestuar që kushtetuta në paragrafin 2 të 986 të saj flet në mënyrë të qartë dhe të artikulueshme se presidenti i ri duhet të zgjedhet më së voni 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Pyetja logjike që shtrohet është sot, është zgjedhur presidenti i ri? Është zbatuar kjo normë kushtetuese apo jo? Nuk është zbatuar. Së dyti, si rezultati i dështimit për të zgjedhur presidentin sipas këtij përcaktimi të lartëcekur kushtetues, kushtetuta është siguruar që ta parashijë edhe mundësinë e pasojës në rast të moszgjedhjes së presidentit. Dhe këto pasoja natyrisht janë për Kuvendin e Republikës së Kosovës para së gjithashtu, sepse ai është institucioni tek i cili buron presidenti, sepse ai e zgjedh. Subjekt votimi në Kuvendin e Kosovës është presidenti. Nga kush? Nga Kuvendi. Dhe natyrisht kush tjetër përveç Kuvendit do të kishte pasojat për dështimin e zgjedhjes së presidentit. Dhe këtë kuadër në 82 flet për shpërndarjen e Kuvendit dhe tri mundësi të detyrueshme janë, tri, le të themi, situata ose raste të detyrueshme kur Kuvendi shkon në zgjedhje në mënyrë të detyrueshme. Por a bëhet me dekret pyetja është, për shkak që po ashtu në 82 nuk specifikohet që bëhet shpërndarja e Kuvendit nga presidentja. Gjithmonë kjo e para se këtu ka hapësirë të interpretimeve, dikush po thotë që thjesht nuk është në punën e presidentes të nxjerrë dekret për shpërbërjen. Po mirë, tani le të analizojmë tre situatat e 82. E para është situata në rast të dështimit të zgjedhjes së qeverisë brenda afatit të përcaktuar 60 ditor, në rast se nuk arrin të zgjedhet qeveria. Së dyti është situata e vetë shpërndarjes. Së treti është situata aktuale e dështimit për ta zgjedhur presidentin në afatin 60 ditor. Tani në rastin konkret, nëse do të shpërndahet Kuvendi si rezultati i dështimit për ta zgjedhur presidentin, kush do të nxjerrë dekret? Do të nxjerrë dekret kryeministri? Jo, është jo logjike. Do nxjerr dekret ose vendim Kuvendi, është po ashtu jo logjike, sepse po ta bënte këtë Kuvendi, do shkonte me situatën e vetë shpërndarjes. Për këtë do ta bënte edhe siç e ka bërë presidenti. Ai është kreu i shtetit, ai sipas garancioneve kushtetuese dhe kompetencave kushtetuese ndër tjera, ndër më të rëndësishmet e ka dhe të siguruarit e funksionimit demokratik të institucioneve. Dhe në këtë kuadër është detyrimi i kreut të shtetit që të sigurohet nëse institucionet funksionojnë në mënyrë demokratike. Dhe në këtë kuadër, paragrafi i pika A, përkatësisht e paragrafit e 982 që flet, pika C e paragrafit 82 që flet për shpërndarjen e Kuvendit në rast të dështimit për ta zgjedhur presidentin në afatin 60 ditor. Po ja kemi edhe në dalje mund ta shihni. Po, pika 3, po, është e qartë. Ajo thotë presidenti duhet të zgjidhet në afatin 60 ditor, nëse jo procedura për zgjedhjen e saj, nëse nuk realizohet në afatin 60 ditor, para afatit 30 ditor nga 86 paragrafi 2, cilin mund ta vendosin edhe këtu, atëherë presidenti, atëherë Kuvendi duhet të shpërndahet. Në rastin konkret, procedura filloi dje, filloi ditën e fundit. Në pikpamje kushtetuese, procedura do duhet të fillonte me 5 mars, me 5 janar, të përfundonte me 5 mars. Në mënyrë që të vihej në jetë kjo normë. Po kjo normë as nuk ju dha mundësia që të vihej në jetë, përkatësisht ose përjashtimisht ditën e fundit, sepse ishte vullneti i deputetëve që vendosen ta vënë ditën e fundit, jo bie fjala një muaj më parë, paktën pas konstituimit. Para se të kalojmë te tjerë, a ka nis procesi me qenë se patëm 2 kandidat, por në anën tjetër nuk nisi procesi i votimit? A nis procesi me nisjen e raundit të parë të votimit, apo mjafton vetëm pasja e 2 kandidatëve të cilët kanë siguruar nga 30 nënshkrime për të filluar procesi? Në pikpamje kushtetuese, leximi i paragrafit 3, të cilin e keni edhe këtu, fillimin e procedurës nuk e ndërlidh me votimin e raundit të parë ose raundit të dytë. Fillimi i procedurës për qëllimet e kësaj norme kushtetuese nënkupton të siguruar 2 kandidatura me 30 nënshkrime.
Me qenë se kushtetuta ka thonë që ka zgjedhje dhe zgjedhja nuk mund bëhet me një alternativë, po zgjedhja në kupton të zgjedhësh mes 2 ose më shumë alternativave dhe në këtë kuadër procedura ka filluar. Mirë, po kjo procedurë nuk është zhvilluar në pajtim me kushtetutën, për pasojë konsiderohet sikur nuk është zhvilluar fare, apo sikur të ishte zhvilluar dhe rezultati i saj të ishte dështimi për ta zgjedhur presidentin. Zoti Alia, ju nga kjo perspektivë që ndëgjuam nga zoti Fetau, a ju bind